Nëse hani 3 hurma në ditë, do befasojeni me atë që do t'i ndodhë trupit tuaj. Hurma është një frut i nënvlerësuar dhe shpesh perceptohet si një karamele. Megjithatë, ka disa arsye vërtet të zgjuara për të ngrënë rregullisht këtë frut të vogël. Hurmat arabe përmbajnë lëndë ushqyese duke përfshirë shtesat e vitaminave të ndryshme dhe mineraleve, si për shembull vitamina C, vitamina A dhe disa vitamina B, kalcium dhe hekur. Këto janë arsyet pse duhet të konsumoni të paktën 3 hurma arabe çdo ditë. Do të keni më shumë energji, ka veti të mira kundër problemeve të mëlçisë duke fuqizuar atë, përmirëson shëndetin e syve, ofron një tretje më të lehtë dhe gjithashtu ndihmon kundër komplikacioneve të nyjeve. Duke u konsumuar në kombinim me qumshtin, mund të ofrojë një gjumë më të rehatshme. Konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të kthehet në një aleat të vërtetë për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij, dhe mos nguroni ta përdorni.